një lajm apo një deklaratë e Kellogg, që është edhe një nga dërguarit e presidentit Trump, një njohës shumë i mirë i atij rajoni, i cili ka thënë që vetëm 2 pika po e bllokojnë këtë paqen apo le të themi dakordsinë për paqe. Dhe ato janë statusi Zaporizhjas, i asaj centralit bërthamor të Zaporizhjas dhe rajoni i Donetskut. Unë nuk e besoj atë që thot Kellogg, që thot deri më sot ka folur budalliqe gjatë gjithë kohës. Është nga ata i cili nuk e di se çfarë flet, nuk e ka idenë se çfarë po ndodh në realitet. Aktualisht mendoj që këto thotë ai nuk qëndrojnë për arsye në thjesht sepse këto janë rajone të cilat me kushtetut janë bërë pjesë e Federatës Ruse dhe kësaj dhe duke qenë se me kushtetut janë bërë pjesë e Federatës Ruse, nuk është kompetencë e presidentit të Rusisë të negociojë mbi këto rajone. Pra në rast se themi vetëm Donbasin, atëherë lëm jashtë Khersonin dhe Zaporizhën. Po. Nuk mbetet jashtë Khersonin dhe Zaporizhja, dhe e dyta ajo centrali bërthamor i Zaporizhës ndodhet nën duart e rusëve, pra në zonën që kontrollohet nga rusët. Aktualisht sot. Prej fillimit. Centrali. Po. Prej fillimit ka qenë në duart e rusëve, pra. Vazhdon të jetë. Dhe ndodhen në territorin e kontrolluar nga rusët dhe kjo sipas saj bie që rusët të lëshojnë territor. Ndërkohë që kemi disa deklarata të Putinit, rrjedh që nuk bëhet llaf për të lëshuar territor. Po, kemi Zelenskin që thotë as Ukraina nuk do lëshojë territor. Nuk po ja kërkon njerëz Ukrainës të lëshojë territor. Pra këtu është gjithë problemi. Janë amerikanët ata që po kërkojnë Ukrainës të lëshojë territor, ndërkohë që rusët thonë që ose e lëshon ose e marrin dhe siç folën pak më parë janë duke e marrë. Dhe nuk kanë nevojë që të bëjnë këto marrëveshje të cilat janë në dëm të tyre. Plus janë marrëveshje që nuk i përkasin Putinit si president. Për sa kohë këto territore janë shkruar në kushtetut, pra janë pjesë e kushtetutës. De jure dhe de facto janë pjesë e kushtetutës të Federatës Ruse, nuk i përket presidentit të Republikës që të vendosin mbi fatin e këtyre. Pra, këto vendosen me votë. Asë që vijen diskutim. Pikërisht pra asë që vijen diskutim. Është komplet një bisedë. Këto territore që shohim këtu. Këto territore asë që vijen diskutim që mund të jepen mbrapa. Do të merren, pra edhe Donbasi, edhe Zaporizhja, edhe Khersoni janë territore që do të merren. Rusët nuk do ta ndalin ndërmjetësinë e tyre luftarake derisa këto territore ti marrin për arsye se tashmë për rusët kjo quhet një luftë çlirimtare, nuk është më luftë prezant në fillim derisa ishin futur në pjesën atë, ishin një operacion ushtarak, ishin një operacion i thjesht ushtarak në ndihmë të 2 republikave që ata kishin njohur, pra Republikën e Donbasit dhe Republikën e Luganskut. Në momentin që me anë të votës u bën 4 republika dhe të 4 këto rajone u pranuan nga Federata Ruse, pra nga Duma Ruse, nga Parlamenti Rus, si pjesë e Federatës Ruse dhe hyn në kushtetutën ruse. Për këtij momenti është detyrë e Presidentit të Republikës si komandant i forcave të armatosura që t'i çlirojë këto, pra në këtë moment ky operacion ushtarak rus, që në fillim ishte një operacion pushtues, për këtij momenti për ta është kthyer në një operacion çlirues. Pra ata po luftojnë për çliruar territorin e tyre dhe nuk bëhet llaf për ti të diskutosh që ti ta rimarrësh të territor, pra ose mund ta rimarrësh me forcë. Por me bisedime nuk bëhet llaf sepse nuk ka të drejtë asnjëri ta lëshojë këtë me bisedime. Ashtu siç nuk ka të drejtë Zelenski ta japë me bisedime sepse është territor Ukrainas në kushtetutën e Ukrainës e pra duhet ta japi me votë ose me vendim parlamenti, njëjtë gjë funksionon edhe për Rusinë. Pra nuk mund të lëshojë territor që e ka futur tashmë as presidenti vetëm me vendim parlamenti ose me votë. Prandaj kësaj gjëje i mbetet terreni, pra forca në terren janë ato të cilat tashmë po ecën dhe këto diskutime thotë Kelloggu për mua nuk janë fare, nuk ekzistojnë fare, janë thjesht prralla që Kellogg po i shet për hesapet ndryshme. Jo, ndërkohë Dritan kemi një situatë ku ashtu siç ishim herën e fundit që biseduam, ka domethënë prapë le të themi ekspert ushtarak të cilët shprehen që mundësia e një goditje të Rusisë ndaj Europës është krejtësisht e mundur dhe do ta fillojë nga Estonia të paktën me lexova. Pra, vazhdon kjo retorika e një mundësie për një përplasje midis Rusisë edhe Europës. Si e vlerëson këtë Dritan? Shiko, këto deklarata duhet marrë i bazën e atij që i thotë të deklarata dhe kush është personi që i thotë të deklarata. Pra, para duhet analizuar nga goja ku i dalin këto deklarata. Dhe pastaj duhet të analizuar deklarata. Unë nuk e di nga goja kujt ka dalë kjo deklaratë, por ama po të analizosh deklaratën të godasësh nuk është e pamundshme. Pra të godasësh ekziston mundësia e Rusisë
që të godasi ashtu siç ekziston edhe mundësia e Evropës të godasi forcat të godasi Rusin. Sepse edhe Evropa ka kufi me Rusin, aktualisht pra. Pjesa veriore e Evropës është në kufi me Rusin, Finlanda, Estonia, Letonia, gjitha këto janë kufi me Rusin. Po. Pra edhe ato mund godasin në territorin rus, edhe Rusia mund godasi te. Pra mundësia e goditjes nga dyja palët ekziston. Të godasësh nuk do të thotë që të bëjmë luftë. Pra janë dy gjëra të ndryshme, ti ndajmë. Dakor, po. Ndaj thamë e marrim në bazën e deklaratë. Deklarata thotë që ekziston mundësia që ta godasi. Po, ekziston mundësia që ta godasi, por duhet të analizuar, kjo goditje do të jetë në valën e një provokimi, do të jetë në valën e një kundërgoditje, apo çfarë do të jetë? Ato Pra këtu mbetet për të parë. Unë nuk mendoj që Rusia do të godasi Evropën për shkak se ka qef Rusia të godasi Evropën. Nuk e hyn punë Rusisë Evropa fare. Evropa është një vend i mbaruar. Ka mbaruar Evropa. Me ndihmën e amerikanëve, Evropa përfundoi. Pra amerikanët u kujdesën në mënyrë perfekte dhe perverse prej vitit 2014 që Evropën ta degeneronin ekonomikisht dhe kulturalisht dhe ja kanë arritur qëllimit për këtë punë. Totalisht. Ja, do diskutojmë atë, se e kam për ta diskutuar, po. Në rast se do të ketë vende evropiane që do të provokojnë Rusin, qoftë në Kaliningrad, qoftë në një vend tjetër, pra duke goditur, atëherë Rusia mund të kundërpërgjigjet në goditje, por që të kemi goditje në aspektin që neve hajtë se po godasim se duam, unë nuk mendoj që do të keni goditje tillë, është jashtë çdo lloj opsioni ky goditje. Pra, prandaj e them dhe e theksoj, mundësia e goditjes nga të dyja palët ekziston, mundësia e luftës për të dyja palët nuk ekziston. Sepse në atë kohë do të kishim një luftë midis NATO-s dhe Rusisë. Dhe do të ishim në një luftë të tretë botërore. Prandaj mundësia e luftës nuk ekziston. Mundësia e goditjes ekziston. Goditje mund të kemi në çdo rast. NATO, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po japin sinjale dritan që mundet që të mos le të themi në një përplasje eventuale midis Europës dhe Rusisë mundet që të jenë të mos jenë pjesë atij që quhet neni 5 i NATO. Nuk mendoj që është kjo. Në asnjë moment NATO, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë thënë këtë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë lënë të mendojnë, jo. Frika e europianëve është kjo. Frika e europianëve tashmë europianët pasi janë djegur nga qulli i frynëve dhe kosit, se nuk dinë çfarë të bëjnë më tjetër. Dhe jetojnë aktualisht në frikë konstante. Kur jeton frikë konstante, atëherë ke frikë edhe nga hija jote. Por nuk mendoj që kjo do të ndodhi, pra ajo çfarë është lënë të kuptohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lënë të përcaktohet qartësisht që në rast se Evropa do të hynte një aventurë me Rusin, pra vetë në këtë që folën për pra në rast të një provokimi, amerikanët nuk do ishin pas kësaj. Pra nëse Europa do të në rast se Evropa do të nisë një provokim, pra do të nisë një goditje e para ose do të çonte diçka pra, në aspektin se që Evropa nëse mund të çojë trupa në Ukrainë, dhe këto trupa të përleshen me rusët, dhe rusët i vrasin këto trupa dhe Evropa të kërkojë ndihmën amerikanët kanë bërë qartë që ne në këtë gjë nuk hym. Pra është përcaktuar qartësisht, por e kanë bërë të qartë dhe shumë të qartë, edhe në mbledhjet e fundit të NATO-s që në rast se cënohet kufiri i NATO-s, ne hym. Pra kufiri i NATO-s është kufiri evropian. Pra në rast se forcat ruse hyn këtej, atëherë ne hym në këtë luftë. Pra është bërë qartë. Pra hyn edhe Shtetet e Bashkuara në luftë. Absolutisht, në rast se ashtu. Po kjo gjë prandaj them kjo gjë nuk ndodh as nga rusët as nga. Prandaj them lufta është e pamundur. Goditjet janë të mundura. Lufta është e pamundur. Goditje sporadike tek këtu mund të kesh për shkak të një provokimi, për shkak të një gjëje. Aleanca dritan do të reagojë e gjitha në një sepse Rusia po thon po tenton të provokojë, le të themi, apo të provojë, a do të jetë aleanca e bashkuar në rast të një provokimi të tillë. Me këtë deklaratë që bën Perëndimi, po do të mbuloj atë që ka bërë deri tashmë. Pra po do të thotë sikur kjo aleanca nuk qëndron mbas luftës në Ukrainë. Atëherë mbas luftës në Ukrainë qëndron totalisht aleanca e NATO-s. Qëndron totalisht NATO. Kjo NATO së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës prej fillimit të luftës në Ukrainë, prej javës të parë të luftës në Ukrainë, me datë 4 mars të vitit 2022, ka ngritur në Wiesbaden të Gjermanisë një komandë ushtarake të drejtuar nga komandanti i NATO-s amerikan për Evropën, dhe merret dhe mbikëqyr luftën në Ukrainë, dhe aty merret gjithçka, çdo vendim, çdo drejtim, çdo informacion ushtarak i nevojshëm strategjik që i duhet Ukrainës, çdo vendim për të goditur forcat ruse në territorin, çdo gjë vjen nëpërmjet kësaj komande. Dhe këtu funksionon në mënyrë unitare. Pra NATO ka prej 2022 deri më sot që funksionon në mënyrë unitare në luftë kundër Rusisë në Ukrainë, duke përdorur Ukrainën si një proksi në këtë luftë. Dhe sot të dalësh të thuash që po na provokon për të na parë do të jemi bashkë, po këta bashkë janë.
Pra këta po e bëjnë këtë për të mashtruar ty, a mua dhe këtë do tjetë. Një gjën që shikon NATO nuk po përzihet. Jo, NATO është e përzier kokë e këmbë është e futur në këtë luftë. Vetëm se ushtarët e NATO-s nuk po luftojnë atje. Vetëm ky është diferenca. Çdo gjë tjetër që luftohet është NATO. NATO me informacione, NATO me stërvitje, NATO me përgatitje, NATO me trup, NATO me armatime, NATO me municione, NATO me të dhëna strategjike, NATO me mbulim strategjik, NATO me zbulim, të gjitha është duke i bërë NATO, nuk ka asnjë kapacitet Ukraina. Ukraina është duke bërë vetëm ai ushtari në front është i Ukrainës. Por ajo çka ka veshur ushtari në front, ajo çka mban ushtari në kokë helmeta, ajo çka pushkën mban ushtari, ai ushqimi që ha ushtari, të gjitha janë të NATO-s, nuk janë asgjë të Ukrainës. Pra NATO është unifikuar në këtë mes dhe është unike. Nuk ka çfarë provokimit presi për të parë a është apo s'është unike NATO. NATO vepron në mënyrë unisone. Ideja është për shembull The Guardian thotë që Bashkuar të Amerikës janë gati për të shitur Ukrainën me një, le të themi, në një marrëveshje të pisët me Rusinë. Po pra kjo është e gjitha një mashtrim. Nuk ekziston një gjë e tillë. Nuk kanë bërë në një Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë gati ta shesin Ukrainën sepse ju duhet Ukraina. Shtetet Bashkuara të Amerikës ju hyr Ukraina në punë që nga viti 1992. Që në doktrinat ushtarake, që në doktrinat e tyre, që në strategjitë e tyre ushtarake, që në strategjitë e tyre kombëtare të vitit 92, ata kanë përmendin Ukrainën dhe në atë janë në Ukrainën dhe sot të kësaj dite nuk kanë për të lëshuar Ukrainën sepse vetmja mundësi ju jep mundësi atyre Ukrainën që të mbajnë të karikuar Rusinë gjatë gjithë kohës, pra ta mbajnë atë të angazhuar në këtë hemisferë, ta mbajnë atë të angazhuar në këtë luftë me idenë se nes duke mbajtur një luftë të gjatë, Rusia do të shkërmoqet, do të bjerë ekonomikisht, do të bjerë ushtarakisht dhe nesër do të hyjmë dhe ta ballkanizojmë Rusinë. Kjo është ideja që ka pasur gjithë një anglozionizëm, i cili dhe ka anglozionizëm neve sot e quajmë deep state. Për arsye se nuk mund t'i themi anglozionizëm se kemi frikë t'i themi nga që janë edhe këta zionistët fashist, pra zionistët fashistët në këtë aspekt, dhe tashmë i themi deep state, por është ky anglozionizmi që kanë qenë prej 45-s e mrapa. Dakor, po nuk mund t'i mohojmë deklaratat e Trumpit për Europën. Nuk ka asnjë deklaratë Trumpit, e gjitha është mashtrim për t'i ardhur në ndihmë këtyre liderëve të mbaruar evropian, këtyre liderëve fashist të Evropës, të cilët po duan të justifikojnë shpenzimet e tyre ushtarake. Trumpi po donte të abandononte atëre po të vizte të abandonimi i NATO-s dhe atë nuk i detyronte vendet e Evropës dhe gjitha vendet e NATO-s që ta çonin buxhetin në 5%. Çorja e buxhetit ushtarak në 5% nuk do thotë abandonimi i NATO-s, nuk do thotë abandonimi i Evropës. Çorja në buxhetit e NATO-s 5% për çdo vend do të thotë që mund të thotë që kjo NATO nuk do të ketë zgjerim territorial, por ama do të ketë një zgjerim tjetër sepse ti nga 2% e çon 5% atë çfarë ti do zgjerohesh në mënyrë ushtarake, pra do të forcohesh ushtarakisht, do të rritësh kapacitetet e tua ushtarake. Dhe kur ti rrit kapacitetet e tua ushtarake, atëherë automatikisht ti bëhesh i fuqishëm dhe ti mund mos e kesh nevojën për prezencën amerikane këtu e cila do të jepte kosto më të mëdha ekonomisë amerikane, por ama duke qenë se aleat, atëherë ti mund t'i dalësh këtu ta bësh mbrojtjen vet në këtë aspekt, derisa të vinë të kesh kapacitetet e tua për të rritur. Dhe kjo është ajo në cilën quhet share burden që quajnë ata amerikanët, pra të ndajmë këtë ngarkesën. Dhe për ta ndarë të ngarkesën, ti duhet të justifikosh këtë 3% tepër, dhe këtë 3% tepër europianët nuk e justifikojnë dot në asnjë lloj mënyre. Dhe mënyra për të justifikuar këtë 3% atëherë ju vjen në ndihmë Donald Trumpi dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët vazhdojnë të punojnë për atë deep state-in, duke thënë që juve do ta bëni vetë se neve si jemi këtu. Dhe të gjitha mediat perëndimore vazhdojnë të mësojnë fyllit të kësaj mashtrimi që gjëja që Amerika po e abandonon Ukrainën dhe duke abandonuar Ukrainën, do të thotë që ka abandonuar edhe Evropën dhe neve duhet të dalim zot vetes dhe për të dalë zot vetes na duhet të shpenzojmë ushtarakisht. Por kur të gjejmë këto para, atëherë këto para duhet t'ia marrim këtij populli, t'i heqim nga shëndetësia, nga çështjet sociale, nga arsimi dhe t'i çojmë te industria. Industri të cilën ushtarake nuk e posedojnë vetë. Është një industri ushtarake e cilën sërish do ta blejnë të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe për këtë e ka përcaktuar qartësisht edhe në strategjinë e re kombëtare që ka bërë Trumpi. Ja, do flasim. Që do të hyjnë atje, pra gjithçka do të varet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. The Washington Post, Zelenski nuk do të jap tokë dhe refuzon t'i përkulet Putinit edhe Trumpit ose Trumpit, ëh. Shikoni, të gjitha këto janë prallat, do të kemi gjë parasysh. Ne po flasim për një president, për një ish president, sepse realiteti është që ky është ish president. Jo, puna është, dakor, flasim dhe për atë, po flasim për Trumpin dhe Putinin në një... Po flasim për një ish president, sepse nuk është më president, pra është president në mënyrë të jashtëligjshme aty, sepse i ka mbaruar Rafati. Pra është ish president në detyrë. Po gjithsesi... Është ish president në detyrë. Dakor? Po është në detyrë. Në detyrë. Pra nuk është president i zgjedhur, është president në detyrë. Mbaroj. Dhe ky president i detyrë është i varur totalisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga Amerika është i varur për parat,
që jep Amerika, është i varur për ndihmën ushtarake që jep Amerika dhe është i varur sepse të gjitha institucionet juridike në këtë Ukrainë pas vitit 2014 janë nën kontrollin amerikan. Institucioni i lartë për luftën kundër korrupsionit, ajo që ata quajnë si çështje FBI, gjykata e lartë për luftën kundër korrupsionit, të gjitha varen nga ambasada amerikane. Po të shohësh për bërjen në Ukrainë, e kanë përcaktuar edhe në kushtetut kur janë themeluar këto institucione, thotë që këto institucione do të kenë në varësinë, pra do të kenë në krye të tyre këto institucione varen nga një komision dhe ky komisioni do të ketë 2 civil Ukrainas, 2 civil dhe do të ketë edhe përveç 2-3 specialistëve të huaj ndërkombëtar, do të ketë edhe një antar të ambasadës amerikane. Pra janë totalisht këto institucione janë totalisht në dorën e amerikanëve dhe amerikanët kur të duan këto institucione ja lëshojnë kurriz Zelenski, siç ja lëshuan para një muaji dhe siç ja lëshuan edhe shefit kabinetit Zelenski, të cilët detyruan që të jepte dorëheqjen, siç ja lëshuan ortakut Zelenski, i cili mori arratin dhe i nxorën paratë që ishte vjedhur. Pra, këto institucione nuk varen nga Zelenski. Këto institucione varen nga amerikanët dhe kur të duan amerikanët, ja lëshojnë Zelenskit kurriz dhe këto institucione nesër mund të dalin me deklaratë që ta arrestojnë Zelenskin, duke qenë se është president në detyrë dhe s'ka më imunitet. Kuptoni, pra prandaj thash atë president duhet kemi parasysh se me kë kemi të bëjmë. President në detyrë, nuk ka më legjitimitet. Dhe ky institucion nesër mund ta arrestojë në vend Zelenskin pa problem fare, sepse varet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjithë kjo është një lojë që po duhet të krijojë perceptimin e njerëzit që ky është i fuqishëm dhe Zelenski po i reziston kësaj që neve po i ofrojmë, për ta bërë të mundur nesër që të pranohet nga të gjitha palët ajo çfarë do bëhet. Dhe kjo luftë po shkohet deri në aspektin që do të bjerë terreni. Në momentin që bie terreni ti nuk ke çfarë bën më, ti pranon atë terren aty dhe është e përcaktuar amerikanët nuk po duan të vënë një paqe, nuk bëhet llaf për të vënë paqe, po bëhet llaf për të arritur një armë pushim. Nuk janë të interesuar për paqe. Nuk kanë qenë ndonjëherë të interesuar për paqe në këtë rajon. Kanë qenë të interesuar për një armë pushim. Dritan, ndërkohë që Putin kërcënoi, le të themi, me luftë, nëse duan luftë do kenë. Trump diskutohet, është shumë kritik ndaj Europës dhe edhe në një lik rrjedhi informacioni Macron vet ka thënë që Trump mund ta tradhtojë Ukrainën. Kemi këtë takim që ndodhi në Londër të Zelenskit me 3 fuqitë më të mëdha të Europës, me Britaninë, me Macron dhe me Merz. Si ta lexojmë këtë lëvizje dhe çfarë do të thotë? A paremron kjo që do të vazhdojë, le të themi, situata që kemi në Ukrainë? Kjo nuk paralajmëron asgjë, është thjesht një lëvizje për të mashtruar qytetarët evropian. Janë këto lëvizje që bëhen në Evropë, herë samite paqe, herë takimet të tyre për të mashtruar qytetarët evropian që shikon neve po përpiqemi me të gjitha normë, të gjitha format dhe mënyrat që të arrijmë një paqe me Rusinë, po është Rusia ajo e cila nuk do paqe sepse si shtatë edhe juve pak më parë, dalin atë që na kërcënoi Putini. Pra, është si puna e saj që ta shpjegoj më thjesht për qytetarët. Pra, në rast se ti mshan mua nga nëna dhe unë them hajde provoje, kush është kërcënuesi në këtë mes, unë apo ti? Dakor. Pra kjo është ajo që ka ndodhur me Putinin. Pra këta i thanë ne të sulmojmë ty, ne do marrim veprime preemptive dhe thajt provojeni. Dhe tash themi që ky na kërcënua. Putini ke drejt në fakt se ishte NATO, ta sqarova në këtë aspektin më popullor të mundshëm. Kjo fotografi domethënë po është thjesht propagandistike, është propagandë këtu nevoja qitë më të mëdha të Europës që garantojnë Zelenskin. Këto të treja nuk janë asnjë fuqi më. Franca, Anglia dhe Gjermania nuk kanë më asnjë fuqi. Nuk kanë as fuqi ushtarake, as fuqi ekonomike. Kanë 10 fishin e ekonomisë së Rusisë. Po çfarë prodhojnë ato, sepse ti mund të thuash un kam 10 fish se ke të ardhura sepse ke hyrje dalje, po çfarë prodhon ti me këtë? Sa e ka bazën e blerjes qytetari që bën me atë që ti jep. Pra sa ka vajtur energjia, sa ka vajtur çmimet, sa kanë vajtur ato, pra çfarë prodhon? Ti nuk prodhon dot asnjë më. Sa ka vajtur, ku i ke industrinë e rëndë automobilistike gjermane? Ka filluar të mbyllet, është mbyllur. Edhe amerikanët po ankohen që gjermanët i kanë mbyllur të gjitha firmat e tyre kimike për shkak se energjia është rritur dhe i kanë çuar në Kinë dhe po prodhojnë. Në Kinë ishte Macroni, ja? Po edhe gjermanët kanë vajtur, kanë përhapin fabrikat e tyre kimike, i kanë mbyllur të gjithë industrinë kimike që ka Gjermania, e kanë mbyllur, ka falimentuar në Gjermani për shkak të energjisë që ka vajtur shumë e shtrenjtë dhe e kanë hapur në Kinë dhe po prodhojnë për nevojat e tyre lëndë kimike dhe gjitha në Kinë me energji ruse.
Pra këtu jemi, pra kjo Evropa ka përfunduar, ju mos e shihni këtë se ju duket. Energjia ruse. Po prapë energjia ruse, sa ajo është me lira, nuk kanë ku shkojnë. Energjia ruse te e cila i shkëputi Amerika prej vitit 2014, këtë tentoi. Ti shkëpuste nga energjia ruse. Ky ka qenë qëllimi i Amerikës prej fillimit, ta shkëpuste Evropën. Atëherë Evropa ishte, mund të flit deri në 2022-shin, deri në 2023 Evropa ishte fuqi ekonomike. Pra në 2023 Evropa nuk është më fuqi as ekonomike as ushtarake. Nuk ka më asnjë kapacitet. Macron ishte në Kinë, në Dritan edhe të gjitha këto bashkë, mesazhe të forta në Kinë. Të gjitha këto treja këto bashkë. Duhet kemi një video aty. Forca ushtarake sa gjysma e forcave ushtarake ruse që janë sot që po luftojnë në Ukrainë. Rusët kanë sot 750.000 forca në Ukrainë, të treja këto bashkë bëjnë diku rreth 450.000 forca. Po ja, kjo është kapaciteti. Pamjen e Macronit jemi në Kinë, për herë të parë i shikojmë këto pamje Dritan flas të një presidenti francez i cili shikon mesazhet na kujtojnë edhe kohën kur George Bush i erdhi në fushkroj, ajo që prishi protokollin edhe përdor një mesazh. Kemi gjë parasysh. Jo, si lidhet kjo? A është një mesazh për Shtetet e Bashkuara kjo, se Shtetet e Bashkuara po duan ta izolojnë? Unë besoj që po, që Franca nuk kishte nevojë, pra nuk është vetëm kjo. Macroni tha haptazi në vizitën e tij në Kinë, pra i kërkoi Kinës që të vijë dhe të bëjë investime të mëdha industriale në Francë. Pra nuk besoj se mbeti për këtë. Kjo ishte pjesë, ishte një mesazh më tepër për nevojat e tij elektorale në Francë. Qartë, jo, nuk është një mesazh për vizita e tij në Kinë, një mesazh që lidhet me vizita e tij në Kinë është nëse ju si SBA doni të izoloni Kinën, ne i hapim dy. Jo, nuk ka të bëjë me atë, ka të bëjë me atë tentativën e francezëve që gjithmonë francezët që pas luftës botërore kanë tentuar të jenë atë aspektin të pavarur, pra në atë pavarësinë e tyre, pavarësi cilën e përcaktoi më së qartë dhe më së miri De Gaulle, pavarësisht se francezët e sotëm, pra përfshi Macronin, presidentin Holland, presidentin Sarkozy, u larguan nga ajo pavarësi që De Gaulle i ofroi francezëve. De Gaulle për këtë arsye nxori Francën nga NATO një farkohe dhe rifuti sërish dhe është i vetmi vend i NATO-s i cili mund të hyjë dhe të dalë në NATO sipas dëshirës. Pra këtë e ka përcaktuar De Gaulle në themelimin e NATO-s. Sepse francezët kanë atë krenarinë e tyre franceze dhe për këtë krenari këtë krenari ne hyjmë dhe dalim. Po francezët, Franca është i vetmi vend i cili hyn dhe del në NATO. Nuk ka nevojë për veton, nuk ka nevojë për veton e kujt është përcaktuar në atë në firmën të kur janë hedhur firmat është përcaktuar në atë. Pra këtë i bëri De Gaulle për t'i dhënë një pavarësi për shkak të asaj krenarisë që kanë francezët, pra që ndjen krenar.